Pak ma tepër estetike, është pak ku po tanin ty. Ku po tanin ty. Se ka stile ku po tanin ty. Nga çmimet nga jashtë, sjellën edhe probleme nga mrena. Kom që çantë mirë izimjake, kushton 5.000 euro. Seriozisht, çanta 5.000 euro? Izimjake. Okej. Edhe u afrova mi dhon 1 letër, sa unë nuk duk pare për ti. Edhe na gjuhën e tina që shtam tha, pata qef me të pa, edhe që po të shumë mas 10-15 viteve, se Prishtina nuk o Prishtinë pa ty. Shërmiq, jena këtu me zonjën e Qeherit, e cila kujdeset më shumë të presje ka lind nana, o duk bukur, o vesh bukur, edhe mbi të gjitha, o komentu dhe o komplimentu prej shumë njerëzve, prej shumë fytyra publike. Po kush është këtu? Është zonja Ajshe. Përshëndetje. Përshëndetje juve. Zonja Ajshe, unë e thash që je femra me stilin më të mirë të qytetit. Presit ka lind nana, je vesh bukur. Me qenë se, me thonë jam vesh bukur është pak abstrakte, por unë kam lind fshat, veç e di se qysh nga feminia i kom ban anës probleme bashkë për shkak veshe. Ka thonë ana se jam vezvese, se po du diçka që ajo nuk ka në repertuar, sajnë që diçka që s'mundet me më ofru. Kurse ma vonë, me kalimin e kohës, kur ne jam ba e pamvarën, atëre kuptohet, kum zgjedh vetë që ka du. Besoj që vesha eme nuk është ekstravagante, është pak ma tepër estetike, është pak ku po tanin ty. Ku po tanin ty. Se ka stile ku po tanin ty. Edhe nuk jam vesh me modën, po jam vesh me do me thanjen çfarë mund për shtatet, për detyrën që e bëj, për rolin intelektual që e luj edhe për mesin ku në sillem. Të gjitha këto kanë më kanë kriju një personalitet, me armenja si specifik, se s'pesha kërkon qytet si unë. Nuk është e thanë dhe se diçka është specifik është me e mira, po është diçka ndryshe. Për arsye se ajo ndryshe dhe ajo e mira kanë dallim prej njeriu të njeri. Mu më pëlqen diçka, juve nuk ju pëlqen, ati tjetrit nuk e pëlqen. Po si ta merresh në 4 orën e të vizituam se si unë e vishëm, unë besoj si është edhe elegante, edhe arsyeshme, edhe klasike. Ti ke dal na për shumë vende të botës, ke pa, sepse je femër e maciupume, e shkollume, edhe ke pa, edhe sot je shembull për vajzat tona. Është një tragjedi se vajzat tona nuk marrin ma kërkon për shembull. Vajzat tona e kanë kriju identitetin e vetë ndryshe. Ju po e shihni 80% e vajzave tona janë dveshun, gjveshuna. Edhe mu ma mërmenja se bukuria nuk rrin gjithë në të gjveshun, po bukuria rrin edhe në të veshun. Unë kuptoj se janë tri, edhe njeriu në secilën moshe ka një terpi, një eufori, por që kjo euforia me esë gjithë cullak, diçka nuk është kam pëlqen. Me qenë se unë e kam pa New Yorkun, e kam pa Washingtonin, e kam pa Stambollin, e kam pa Budapeshtin, jetoj në Cyri. Gjana që isha në Prishtinë nuk janë normale në ato vene ku unë sillem dhe ku isha. Jënë diçka abnormale, po ndoshta është një specifike e re që do ta krijon veç Prishtina dhe veç vajzat e Prishtinës janë me bark fushë, nonat e baba, mramjen, ballo, në restoran, ditën e përditshme, janë gjysë veshën gjystish. Sot je shumë e veshur, po je shumë elegante. Edhe kjo vesh, po është mirë, edhe nëse s'deshesh, po të kallzon bukur, edhe pa u desh. Po, unë ju thash, nuk rrin bukuria vetëm gjveshun. Nëse unë e veshe mirë në atë kuptimin normal, social, e intelektual, up to date, s'po di që më thonë, unë e nderoj mesin ku jam, nuk provokojnë mes ku jam, unë e japi ndere dhe të lëvizjeve të njerëzve dhe synit njeriu të japi qetësi, i japi respekt intelektual. Por nëse dikush që veshet, dyqysh është në nënçmim, po më do këtë vitja si më dasht me shit një kam edhe me tha njerëzve, peshes që të kam sa për ma e paguni. Stili ku po tanin ty. Stili më
të rend në 2025-ën. Unë për herë të parë e nita. Kështu stili ku po ndajnin ty, unë kam lexuar shumë zotni, përndryshe edhe vetë jam një poetë të cilën nuk e njohin njerëzit ende, nuk është të thonën edhe mungut me njoh. Stilin ku po tanin ty, unë e njoh prej viteve 80-ta. E vetë dikush Merlin Monroe pse e ki qitë frizurë, edhe si do të quhet frizura jote. Thot frizura eme do të quhet I don't care, po punë e modës, po manin hiç. Unë besoj se nëse qitash ti garderoba e jonë është e gjveshën edhe nuk po manin hiç, nuk është në linijën e aspektit etiko-moral. Me qenë se duhet me pas njëre pak etik edhe pak moral për arsye se nga çmimet nga jashtë, sjellën edhe probleme nga mrena. Në të gjithë njerëzit nuk kemi tanë të shkollum, edhe nuk e kemi instiktin e shkollum. Për shembull, na ecim nëpër qytet, një që vjen për qyteti e shenja me minë e kthen kry deri atje e kqyr. Për arsye se nuk është i shkollum, nuk e ka shkolluar instiktin. Njeriu me vetdije me shkollimin e tij na klas e shkollon instiktin, zapon veten për instiktit. Për shembull, shtaza nuk është e kontrolluar në instinkt. Por njeriu me civilizimin e vet, me ecjen e kohë, duhet me kontrollu instiktin e vet. Por mos harroni, instikti nuk shkollohet. Por instiktin me aspektin intelektual njeri mund me optimu, më thonë nuk ka kuptim me i ditë pasojat edhe kështu njeri kalon pa pasoja. Jetën në Zvicër, ku të shohin zonjat e zvicrane, kështu në këtë veshje, a xhelozojnë apo të pyesin e ka i tje? Kështu zotni, unë veshëm kështu një kostim klasik, kur ka fest personelit ose dikun, me qenë se paraqitja jeme është një rast për t'i respektu qirt, për që t'regu se edhe në Kosovë gratë din mu vesh. Shpesh më kanë pyet njerëzit a jam shqiptar, bile të shkollu, më kanë qenë edhe nuk kanë besu se jam shqiptar, edhe më kanë pyet prapa jam shqiptar. Më kanë thonë se, na jemi mësu mi pa shqiptarët me një shami dhe me flok gërgër, kështu ka qenë shprehja. Ju kom thonë se për mjerim, na kemi jetu në socializëm edhe një kohë ma parë, njerëzit tonë kanë fillu me ardhë, nështë atë pa shkollu me flok gërgër, nështë edhe me shami, për shembull. Nuk du me në që mu kërkon që e banë shamin, edhe shamin me bajtë është shumë elegante, shumë mirë, urrin do e bukur, e ka arsynë e vetë edhe respektoj, ju lutem. Unë me veshën teme, çdo ditë nuk shkoj kështu në për qytet, për ndryshe krejtë siri, pa mu këthy më këshyrë mrapa që shumë vesh elegante mirë. Veshja ditore e Cyrit është dyqysh, po veshna po dalë se i kom pak punë edhe po veshna po dalë, një par patike, një par gjinca, një bluzë dhe këtu edhe I don't care. Kuptohet, njerëzit e Cyrit janë njerëz të pasur nga bota, edhe në çdo mramje, çdo event janë të veshur bukur. Po edhe na të veshur bukur nuk është të thonë se dush me harqit tolla shumë, po dush me aqillu çka po dën, me aqillu çka ki. Një kostim mundet me kushtu edhe 50 euro mund më kushtu, po mund më dok ma mirë se ai që është i 100 euro. Nuk është me rëndësi çfarë kostimi vjerë, po është me rëndësi ku e vjerë, ku e vesh atë kostim, në cilin trup, çfarë trupi vesh. Unë besoj se ka fjalë edhe nga feja, thot mja ditë hadin veti, se cili që eshe vetën para pasqyre mund me marrë me men, që ka muj me veshë, mësë më do kështë të kam të shtremta, që të kam të rasha, që të kam të mrejta, që ka po djene, po për kunder asajna ma mërmenja se shumica po dalim pa kontrolu, edhe ty bes po do kënë mirë, do me minjas, do me maksjas, e ma qëto hellonkat e ngoshta që kanë dalë, çdo leggings qyshja, leggings reja, leggings qika, s'po din makon me këshy për mrapa, edhe se cilin që ta këshyrish për mrapa, leggings janë dyqysh si më kanë burra, tek kur del për pare është që të kënë nashta gëra. Sa shpenzon për veshjen, për dukjen? Zotni unë nuk shpenzoj, këtë kostime kom qep vetë. Shtofin e kom blen Münhen, po. Shtofin e kom blen Münhen, me qenë se si njeri jam i gjithanshëm, qepi, qëndisi, maraj gjempera, voziti, shkruj, kom fakultetet e kryme, kështu, s'po më nalë gjallë njëris. Çfarë mesazhi ju kështë dhënë gjithë vajzave kudo që janë? Ju kësha thonë, vesh në bazë dëshire, po këshirë në vetën para pasqyre që ka të shkonë. Faleminderit që ishe pjesë e jona. A e bojna një gjërona dy bashkë për parimin let na shek komplet se qësh jetë të dokë. Po mirë bëti, e ti kom do palta me veti. S'prish punë, unë e ta maj palta.
Tash një unë më shku me dorë në gjepa pa pod. Ja. Kom që qantë mirë izi mjake, kushton 5.000 euro. Seriozisht, çanta 5.000 euro? Izi mjake. Okej. Është e Japonisë, është për shemb. Është e Japonisë. Hallat koft. E po bajt se me veti se u dash me qitë do libra, do diçka. Okej. I bajt ato, për ndryshe ja kështu. Hallat koft. Faleminderit shumë. Edhe krejt qyteti kryet ka ti. Kështu. Erdha për i Cyriut edhe një lyps të në kohën kërkante para. Unë e njefsh ata se unë kam qenë një krye-inspektorish, këtë qytet njeh. Okej. Edhe u afrova mi a dhonë një letër, sa unë nuk duk pare për ti. Edhe na gjuhën e tina që shta më tha, pata qef me të pa, edhe që po të shumë mas 10-15 viteve, se Prishtina nuk o Prishtinë pa ty. Edhe më la për shtypje. Tani në zora edhe një letër, ja dhash dyat, me qef ja dhash tash speshon, është ka tekti. Wow, faleminderit që ishe pjesë e jona.